Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Falëndrimi dhe lavdrimi të kanë Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat e selamet e dërgojmë zotërisë së pejgamberëve më dashurit ton, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin sahih, ku e transmeton Abdullah ibn Abbas, thot se kuntu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, isha një ditë prej ditëve duke ecë mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe u kthy pejgamberi sa nga unë dhe më tha: ja ghulam, o djalosh, inni uallimuka kalimat, unë po due që ty me t'i mësu disa fjalë. Ahfidhillaha yahfazuk, ruaje Allahun, Allahu subhanahu wa taala të ruan ty. Ahfidhillaha tajidhu tijak, ruaje Allahun subhanahu wa taala, ki me gjetë çdo herë në drejtim tonë, ki me gjetë çdo herë Allahun para teje. Pastaj idha sa'alta fas'alillah, edhe nëse kërkon prej dikujt diçka, mos kërko prej askëna prej njerëzve, por se kërko veç prej Allahut subhanahu wa taala. Wa idha ista'anta fasta'in billah, edhe nëse mbështetesh te dikush, kërkon ndihmë prej dikujt, mos kërko prej askëna prej njerëzve, por mbështetu edhe kërkon ndihmë veç prej Allahut subhanahu wa taala. Wa'lam, edhe dije, sikurse krejt njerëzit e dynjajës me mbledhen që ty e me të bëu dobi diçka, nuk kanë me mujtën me të bëu dobi, vetëm me ato se çka ka shkruar Allahu subhanahu wa taala. Wa'lam, edhe dije, se nëse edhe krejt njerëzit e dynjajës, krejt njerëzit e botës me mbledhen që ty e me të bëu dëm me diçka, nuk kanë me të mujtën me bëu dëm, vetëm se ajo e cila është shkruar për tyje. Rufiatil aqlam, thot, ka shkruar lafti për të gjëra, është ngritën lafti dhe nuk shkruan më. Wa juffetis suhuf, edhe janë thaje letrat, është tha ajo më ku ka shkruar. Me këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith e përmbledh pjesën më të madhe edhe pjesën kryesore të kësaj feje. Hadithi që e kena me trajtuar tash është hadithi më madhështor në atë e cila e edukon zemrën tonë, apo në ndërtimin e imanit edhe në lidhjen e robit me Allahun subhanahu wa taala. Hadithi nuk është veç këshill që duhet me e marrna me lexue edhe me thonë se e lexuam edhe dëgjojmë këshill. Porse hadithi na jep neve metodologjin, mënyrën më të saktë të jetesës se çish duhet me bëhe besimtarin tokë. E para është akidja, besimi të cilin e kena në Allahun subhanahu wa taala. Tjetra është edukata, edebin të cilin na e mësojna në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe tjetra është tauhidin praktik, njësojshmërinë në praktik të Allahut subhanahu wa taala. Hadithi e ndërton robin në vetmi, e ndërton robin në sprova, e ndërton robin kur ka ai epsh, e ndërton robin në frikë, e ndërton robin në shpresë, edhe ndërton robin në mbështetjen tek Allahu subhanahu wa taala. Momenti ku Abdullah ibn Abbas thotë se unë isha mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberi më kthye dhe tha: ja ghulam, inni uallimuka kalimat, o djalosh, unë po t'i mësoj ty disa fjalë, po duhet me t'i kallëzue disa fjalë. Ahfidhillaha yahfazuk, ruaje Allahun, Allahu të ruan ty. Na i kena një edhe më herët që nëse ti e ruan Allahun, Allahu çdo kimi pasën me ty. Çka do të thotë kjo? A ka nevojë që ti me rujt Allahun? A ka nevojë Allahu që për ndihmën tënde? A ka nevojë Allahu subhanahu wa taala për ruajtjen tënde? Nuk është kjo ajo për cilën neve na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vlera e hadithit si hadith tek dietarët e ka pozitën e madhe. Si hadith merr pozitë madhe në rangën e dietarëve të cilën mirën me komentimin e haditheve. Imam Nevawiu, Allahu e mëshiroft, thotë se e ka fut këtë hadith në librin e tij Al-Arbaun Nevawi, apo 40 hadithe e Nevawit, sepse konsiderohet prej themeleve të fejes. Edhe në shpjegimin të cilin jena duke e bërë çdo natë të hadithet e Nevawit e kena përmend se te këto 42 hadithe të Imam Nevawit përmendet e gjithë feja. E gjithë feja, për shumë të hadithe të cilat i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Imam Nevawiu, Allahu e mëshiroft, i ka zgjedhë këto hadithe për me ta treguar ty themelin edhe bazën e kësaj feje. Ibn Rajab, Allahu e mëshiroft, thotë se në librin e tij ka shkruar Jami'ul Ulumi wal Hikam, është një libër prej librave të Ibn Rajabit, Allahu e mëshiroft, thotë se hadithi i përmbledh bazat kryesore.
Hadithi si hadith i përmbledh bazat madhështore të edukimit në Islam, rritjes në Islam edhe të njohjes së Allahu subhanahu wa taala. Se të njohjes së Allahu subhanahu wa taala. Ahfidhillah, ruaje Allahun. Folja e cila ka ardhur në gjuhën arabe, ahfidh, rranja e saj është hifdh, që ti me e rujtën, apo që thotë ruajtje, do të thotë në gjuhën arabe do të thotë mbrojtje, do të thotë kujdes i vazhdueshëm, mbikëqyrje edhe mos neglizhencë. Na kena nisë shumë herë hafizat. Hafizat janë për hafidh, i cili është ruajtës, apo mbrojtës, apo i ruajtës i fjalës Allahu subhanahu wa taala, i cili e memorizon fjalën e Allahut, ai i cili e mëson fjalën e Allahut subhanahu wa taala, porse edhe mos neglizhent. Çka do të thonë mos neglizhent? Që ai çdo herë mirët me fjalën e Allahut, çdo herë mirët me përsëritjen e fjalës së Allahut subhanahu wa taala, edhe mbikëqyrje, edhe kujdes i vazhdueshëm. Porse hafiz nuk i thonë veç atij i cili mëson Kur'anin përmendsh. I thonë edhe atij i cili i ka mësuar hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kena hafiz Hajar ibn Asqalani, ibn Hajar al-Asqalani, por ai i cili i ka mësuar hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka komentuar ato. Apo hafiz përmendet edhe për gjitha kategoritë e njerëzve që janë specifik për një lëmi. Për një ai i cili e ruan xhamin, shembull, kujdeset për xhamin, është mbikëqyrës i xhamisë, ai është hafidhul mesxhid, ai është ruajtësi i xhamisë, apo gjëra të ndryshme. Prandaj kur përdoret për fe, kur përdoret në hadith, nuk e ka kuptimin që tash ti ki më konë mbrojtësi i Allahut. Nuk do të më kuptue në këtë mënyrë logjikisht, por se është ruajtja e kufive të Allahut subhanahu wa taala. Ruajtja e urdhrave edhe të drejtave të Allahut subhanahu wa taala. Ahfidhillah yahfidhk. Ruaje Allahun, që Allahu të ruan ty do të thotë që ti më kon i kujdesshëm ndaj çdo urdhni të cilin Allahu subhanahu wa taala e ka zbritur tek ne. Me kon i kujdesshëm ndaj të drejtave, ndaj detyrimeve dhe ndaj ndalesave të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka bërë për neve. Sot jetojna në kohë ku na jena të kujdesshëm për me rujtën çdo sen. E rujna telefonin me shumë kujdes. E rujna kerrin me shumë kujdes. Sa që kur blina kertëri, nëse s'kena garazh personale, mundohemi me ja blenim mbulesë pak më të veçantë se grithët ose prishët. I rujna paret, nëse s'mundna mi majt kesh të shtëpia, i çojna te banka se mi rujtën më mirë. Jemi të kujdesshëm në çdo lloj aspekti. E rujm reputacionin në mes veti, e rujna biznesin, mundohemi që me sigurue me bollëllë sigurini për biznesin ton, për familjen, për shtëpinë ton. Për këta këtu, na gjena përpjekjen më të madhe që me i rujtën. Me i rujt fëmijën, me i rujt familjen, këta këtu. Kur vjen puna me folën për me i rujtën halalin edhe më keni kujdesën ndaj haramit, shumë e keni shtrënguar. S'lat sempa e bu haram. S'lat sempa na ndalue. Shumë, kur gjë nuk lat këta këtu, kur vjen fjala për te puna Allahu subhanahu wa taala, i kena këto shprehje. I kena çdo shprehje, pse nuk po thu për parat, pse mi çun bank, pse mi rujt atje, pse parat kur ti merr, po kshyn me ishti, sa më mshef që mos mi tipojnë njerëzit, saqë edhe rrogën me të vetën sa e ki, vjen ran. Për këta këtu, ti je shumë i kujdesshëm. Kur janë fjalët e urdhat e Allahut, edhe të ndalesat që Allahu na ka ndaluar neve, e gjejna vetën shumë neglizhent. E gjejna vetën shumë për tokë. Hajde se nuk është kurrë kjo. Dorso pejgamberi po të porosit tyje. Ahfidhillah yahfidhk. Ruaje Allahun, që Allahu të ruan ty. Ruaje pozitën. Nëse ti e keni pozitë, ruaje pozitën. Pejgamberi nuk e ka thonë këtë në hadith. Ruaje pozitën që pozita me trujtën ty, ose ruaj njerëzit që njerëzit me trujtën ty. Njerëzit shkojnë edhe vinë. Sa pej neve kena pas shoqnin kaluar, sot nuk i kena, sot kena rreth tjetër, edhe çtash ai kies tash nga vetës, ndoshta mas 10 ditë, 20 ditë nuk i mi pasën, se kjo është jeta. Dorsa Allahu subhanahu wa taala, krijuesin e gjithësisë, ai i cili më ka kriju mua, ty, jo çdo sen, ki më e pasën çdo herë. Edhe nëse ti nuk je, Allahu prap ka më çenë. Allahu kon edhe kur ti s'e kon. Që kjo është që dush me e rujtë Allah subhanahu wa taala, me e rujtën fejnë e tina, me e rujtën rrugën e tina. Ihdina sirata al-mustaqim, tha Allah në Kur'an. Po Allah na udhëzon neve në rrugë të drejtë. Rrugës në gjuhën arabe thënë edhe tarik, por se vjen edhe në shumë turuk, shumë rrugë. Vjen i thonë rrugës edhe sebil, që në shumë vjen subul, por se sirat, rrugës që i thonë sirat, nuk ka shumë për këta. Këta rrugë të tjera në gjuhën arabe e kanë edhe shumësin e vetë.
Dërsa fjala sirat që Allah subhanahu wa taala ka përmendur në Kur'an, edhe pejgamberi sa ka përmendur në duat e tina, nuk ka shumë. Pse nuk ka shumë në gjuhën arabe? Se është vetëm një rrugë që cilën ti duhesh me ndjekën. Është vetëm një rrugë në cilën ti ke me gjetën udhëzimin. Ihdina as-sirata al-mustaqim. O Allah, na udhëzon neve në rrugën e drejtë. Cilën rrugë? Rrugën e tina, në librin e tina, edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë që ti me e rujtën ata. Por sepse Allahu thot në Kur'an, inna Allaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allahu është i panevojshëm për krijesat. Prandaj dietarët e sunetit e kanë sqaruar mjaft mirë se kuptimi i thënë është me rujtën fenë e Allahut, me rujtën bindjen ndaj Allahut subhanahu wa taala, me rujtën kufit e Allahut, edhe me rujtën obligimet me të cilat ai na ka obliguar neve. Komentimi i Ibn Rajabit, Allahu më shëroft, thotë se ruajtja e Allahut realizohet vetëm në dy forma. E para është me i rujtën obligimet, gjërat e cilat Allahu na ka obliguar neve me shahadetin, namazin, agjërimin, zakatin, haxhin, ai cili ka mundësi, pastaj respektin prende, mu kujdes për jetimet, mu kujdes për miskinat, mi thonë njerëzve fjalë të mira, me këto ato të cilat kanë në ajetet e Kuranit. Edhe me i rujtën më kon të kujdesshëm ndaj ndalesave, ndaj ato gjërat të cilat Allahu subhanahu na ka ndaluar neve. Çështu ruhet feja tina. Më kon i përpjekshëm në obligimet të cilat Allah ka obliguar ty, edhe me kujni kujdesshëm edhe më u largue ndaj haramet të cilat Allah subhanahu wa taala na ka ndaluar neve. Pastaj wal hafidhuna li hududillah, tha Allahu në Kur'an, edhe ata të cilët i ruajnë kufit e Allah subhanahu wa taala. E para, kur vjen te dimensioni i parë, kur dojna me shpjeguar rreth këtij hadithi, vjen ruajtja e obligimeve që vjen mbi gjitha është namazi. Këta obligimet e tjera ka lehtësime. Të çështja e agjërimit, je i smut, je në udhtim, i ki këta lehtësime që me u lirue prej agjërimit. Të çështja e zakatit, nëse nuk e ka arrit pasurinë për me dhënë zakat, nuk je i obliguar me dhënë zakat. Të çështja e haxhit, nëse nuk i ke bë mundësitë për me shkuar në haxh, nuk je i obliguar me shkuar në haxh. Nëse të çështja e namazit është për obligimeve mbi gjitha që tek këto nuk ka lehtësime. Lehtësimi vetëm që mundesh me e shkurtu edhe me i bashku, por asnjëherë me u liru prej tina. Me u liru prej tina lirohesh vetëm në dy raste. E para është kur njeri ti dalin mend, çmendet edhe më nuk shkruan lapsi për to. Tjetra është derisa je në moshën madhore, je fëmijë, edhe një prej rasteve ka vënë dietarët edhe kur deksh. Atëherë më nuk i obligime. Çto janë rastet kur ti lirohesh prej namazit. Fëmia ditë në moshën madhore, i çmendur që më nuk ka mend, ai më nuk din se çka bën, edhe kur personi më vdes, lirohet prej obligueshmërisë së namazit. Tha Allahu në Kur'an, hafidhu ala salavati was salatul wusta. Was salatul wusta. Ruajeni namazet. Jini të kujdesshëm ndaj namazeve, edhe ruajeni namazin e mesëm. Dietarët, të cilët mirën me komentimin e ajeteve, thanë se fjala hafidhu, ruani, nuk do të thotë veç faluni, që ka thënë Allahu në Kur'an, falni namazet. Nuk do të thotë veç falni, por se do të thotë me falën ato në kohë. Me qenën, me falë ato me përkushtim. Me qenën ato me i pasën kushtet për me i plotësuar për namaz, me falë namazin me përulje, edhe me qenën të vazhdueshëm me falë ato në vazhdimsi. Jo si kur disa për njerëzve, a falësh? Falna kur kam kohë. Për cilën kohë duke folti. O el asr, pasha kohën, tha Allahu në Kur'an. Koha është ajo të cilën Allah e ka krijuar. Edhe ti nuk i e kohë, nuk gjej kohë, por që ta i cili e ka krijuar kohën, edhe për shkak i cili ta ka dhënë ty këtë mundësi për me shfrytzuar këtë kohë, hafidhu ala salawat, falini namazet, ruani namazet, e ka kuptimin edhe me i falë ato në vazhdimsi, me përkushtim, edhe me përulje, me qenë përulje namaz. Jo shumica prej neve kur hina namaz, bashkë kur hina namaz, çatëherë i kena këtë galet të këtë dynjajës. Çatëherë neve na bjen mend se ai na kom këtu, a kena fol me këto, a kena obligim tina, a kena obligim tina. Moment që jena jashtë namazit nuk mirë me këto gjëra. Prandaj analizat sepse Allahu subhanahu wa taala e përdori në Kur'an se ruajeni namazin, sepse namazi është gjëja që më shumë t'i sulmohet robën ta. Këta obligime dikush mund të më i bëhet. Ti ki njeri që agjëron por nuk falet. Ki njeri që shkon në umre por nuk është i fal 5 vakte. Ki njeri që jep sadaka shumë i xhumert, shumë bujar, shumë dardhans, por nuk i fal 5 vakte. Pse? Se çështja e namazit është gjëja që më shumë ti sulmohet robi prej shejtanit. Sa herë shejtani kur vjen koha e namazit bën vezvese.
shtyje edhe pak se kiko. Je të punue, si ta krysh edhe që të pjesë, ta na e fal namazin. Si ta krysh edhe që të obligim, ta na e fal namazin. Çështja e epshit, që njerëzit i jepin mas epshit, i jepin mas dëshirave të kota, çështja e dynjajës apo gjërave të tjera, dynjaja edhe dembelia. Çeto janë arsyet kryesore se ku sulmohet namazi, ku sulmohet robi mas shumti që nuk e fal namazin. Omer ibn Khattabi tha se kur sa herë që ai u ka shkruar guvernatorëve të shteteve të tjera, guvernatorëve të vendeve të tjera, ka thënë se çështja më e rëndësishme tek unë pe juve është namazi. Kush e ruan namazin, e ka ruajtur fenë e vet. E kush e humb namazin, është edhe humbus në gjërat e tjera. Shumicën e rasteve për me i zonë edhe shumë bez dikujt na është me e këshyrën pak se çysh është kjo me obligimet e Allahut subhanahu wa taala. Sa i rën ky, sa i qëndrueshëm ndaj obligimeve të Allahut subhanahu wa taala. Nëse dëshiron me e ditën pak edhe raportin ton mes teje dhe atina. Po dikur më thon, po ai është katolik edhe është shumë i besueshëm se çka që falet. Janë raste të rralla, edhe pse janë raste të rralla që mund me ndodh këto, edhe pse prapë përparësinë e ka që ky i cili i bën sejdë Allahu subhanahu wa taala. Një pe herave një dietar tregon se tha kesh në spital vizit për me vizitu dikon pesmuar që është edhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe aty në gjithë me atë familjarin tim i shkon edhe një tjetër i vjetër i moshuar, i smut edhe i shkon në gjendje shumë tron. Mas pak orëve ju vështirësu gjendja atina. Kur ju vështirësu gjendja atina, në momentet e fundit, pi vin familjarët edhe pi thonë thuaj la ilaha illallah. Pi ja përsëritin atina shahadetin. Po ja kujtojnë atina Allahun subhanahu wa taala. Ai nuk i interesoi ke për këto. Ja nisi mu interesue për biznisin, për punën, se kujna ka me i metën edhe kujna ka me i alonën. Tha në moment, ta mu ka kujtue gjëja se me atë të cilin robi jeton, edhe me atë ka me vdekën. Me atë se çka je kuni kujdesshëm gjatë jetës tënde, me atë edhe kime vdekën. Ai cili ju kuni kujdesshëm ndaj Allahu subhanahu wa taala, ka me pas Allahun në momentet e fundit të vdekjes. Me fjalën e Allahut subhanahu wa taala, ka me pas në momentet e fundit të jetës. Ai i cili është marrë me obligime tjera, për çato ka me interesu edhe në fundin e jetës tina, sepse njeriu vdes mbi ato që ka jetuar gjatë jetës tina. Tjetra, dimensioni i dytë, që e përmend Ibn Rexhepi se ruajtja e obligime, pastaj vjen mu kuni kujdesshëm ndaj harameve, është pjesa që shumica prej njerëzve vazhdojnë edhe e neglizhojnë këto. Mendojnë, disa prej njerëzve mendojnë se feja është vetëm u fal, me agjërue, me shku në haxh, edhe që ka, që edhe mbaron këtu. Ruaja Allahun subhanahu wa taala, ahfidhillaha yahfazuk, ruaja Allahun, Allah ka me truaj ty të thotë mos me i shkelën kufit e Allahut subhanahu wa taala. Allah ka krijuar në dynja. Edhe në këtë dynja i ka bërë disa kufi që ti duhesh me i shkelën. Secili prej neve kena ardhur këtu edhe kur kena ardhur këtu dosh me kaluar do kufina. Kur e kena bë gati atë kuferin për me ardhur këtu, i na kon të kujdesshëm se mos me shtitë se ne shkandalohun se nuk na lën me kaluar kufi. Nuk na lën me kaluar në aeroport, apo? Kjo ka ndodhur me secilin prej neve. Ose kur udhtojna me kerr, jemi të kujdesshëm se mos me marr bashkëzasen kerr se nuk na lën me kaluar në kufi, që janë kufi që kontrollohen për njerëzve. A më na harrojnë se i kena edhe disa kufi që duhet me i kalu ato edhe nuk kemi të kujdesshëm ndaj sajna. Vazhdojna çdo ditë çantën ton, kuferin ton, e mushmi me harame, edhe nuk e bojnë amend që kena me i kalu çdo kufi të Allahu subhanahu wa taala. E njëjta është kur dish për Allahu subhanahu wa taala. Ai cili ka thonë shahadetin, e ka lënë kufinin e parë. Vjen kufini tjetër, vjen stacioni tjetër, a e kije namazin. Je kuni kujdesshëm ndaj sajna, vijnë tjera të obligime, derisa të vjen koha, derisa të vjen momenti me e qelën ti deri në xhenet dhe me hinë në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Për dynja, për interesat e dynjajës, jemi shumë të kujdesshëm se çka po marrim në çantë me veti, edhe mundohemi që këtë dokumentat me i bogati. Për tjetër gjë, për stacionin ku e kena secili prej neve kena të sigurt që kena me shkuar atje. Për çat stacion nuk pe gjejna atë vullnet, nuk pe gjejna atë ruajtje, nuk pe gjejna atë mundësi që më kun të kujdesshëm ndaj Allahut subhanahu. Atë mundësi që më kun të kujdesshëm ndaj Allahut subhanahu wa taala. Tilka hududullahi fala ta'taduha, tha Allahu në Kur'an. Edhe këto janë kufit e Allahut subhanahu wa taala, edhe mos i tejkaloni ato. Mos i tejkaloni ato. Ka raste që ti mundesh me e shkel një kufi edhe mu pendu edhe prap me tu falën ajo. Por ndoshta nga një herë mundesh me e shkel qëtë kufi edhe mos me të dhonë më mundësia për me e dalë në knena. Mos me dhonë mundësia për me dalë në knena. Sa për njeve, thojna,
pendona nesër. Ja nisi më falë inshallah. Kom ja nis me bo mirë inshallah. Edhe ajo inshallah ka vazhdu edhe me lumë të ndinja edhe me zonë ndeka me qëtë fjallë inshallah. Diferenca të cilën ku thot fala taqrabuha edhe mos ju afroni aty thot Allahu subhanahu wa taala, diferenca bëhet që nuk ka vesh mos më ju afrua, por mos më e bëu ata. Mos më ju afru kur Allahu Allahu thot fala taqrabu zina, edhe mos ju afroni zinajës. Nuk ka vesh mos më ju afru aty zinajës, por është edhe mos më e bëu ata. Mos më ju afru zinajës e përfshin shikimin të cilin e bën në haram, pastaj bisedat e ndaluara të cilat i bojnë në haram, vetmien, kontaktet në rrjetet sociale, flirtimin të cilin e bojnë njerëzit, që kjo është mos më ju afrua zinajës, sepse sheriati nuk të trajton vetëm rezultatin e fundit, por se i mbyll edhe rrugë të cilat çojnë ty te shpirtëzat. Alkooli është haram, dehja është haram, por se nuk është pika e fundit veç me u deh haram, por se edhe ka pjesa më e vogël, edhe 2 pika, edhe 3 pika, edhe këto janë haram. Sheriati i ka ndaluar rrugë që në fillim që mos me shku atje, mos ju afro zinajës, as me bisedë, as me shikim, as me dëgjim, as në lloj mënyre që ti mos me shku e hiç te zinaja. Allahu subhanahu wa taala mos bëni zina. Po mos ju afroni që kita rrugë për me imshelën ti. Pastaj vjen tjetra dimensioni që është në usul fik se i thonë seddu dharaja. Mbyllja e rrugëve që të çojnë tyje tek harami. Dietarët kanë vazhduar me i trajtu këtë tema që robërve të Allahu subhanahu wa taala me ja bë sa më qartë komentimin edhe kuptimin e haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dimensioni i tretë që vjen në komentimin e hadithit është ruajtja e gjymtyrëve. Me i ruajtur gjymtyrët e tua. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha el aynan tazniyan, edhe 2 syt bojnë zina. Edhe 2 syt e njëri bojnë zina. Çysh është ajo? Sot mëkati i syrit është bërë si një lloj smundje tek njerëzit. Vazhdojnë me këshyre në haram edhe mos me e ndje. Pse nuk e ndjen? Zemra është forcu. Zemra është ngurcu. Edhe zemra është shndruar si një lloj guri që monton nuk lën as një shenjë fjala Allahu subhanahu wa taala. Telefoni është bu dera e fitness. Disa njerëz vazhdojnë me uzhzuar në haram, me flajt me haram, me jetuar në haram, edhe pastaj mas këtë kësajna e pyesin veten pse zemra jam ka dik. Pse nuk po shijoj më namazin? Pse nuk po shijoj më veprat e mira? Sepse zemra ushqehet nga ajo që e sheh syri jot. Zemra ushqehet nga ajo që e sheh syri jot. Çdo ditë tu kshir haram, çdo ditë duke mos e ul shikimin ton, tha Allahu në Kur'an, edhe thuaj o besimtarëve dhe besimtarëve, le ti ulin shikimet e tyre. Le ti ulin shikimet e tyre, na përmend në manal që Allahu subhanahu i ka mshilën rrugë që për mos me çuar ty te rezultati final. Ibn Kaimi Allahu mëshiroj thotë se shikimi është origjina e shumë sprovave të cilat e godasin zemrën. Sa gjunahu apo sa shkatrimi i njerëzve ka ardhur prej një shikimi haram të cilën ata e kanë bërë. Pse? Shikimin haram, pastaj pe shikimit kalon kjo në mendim, në imagjinatat e njerëzve, duke imagjinuar rreth asaj gjëje i kap edhe epshi ata, pastaj epshi e lind dëshirën që mu afruen në atë pikë, pastaj dëshira e çon robin te veprimi, që me e bëhe qatë vepër, edhe kur ta bën më atë vepër, vetë se shkatërrohet. E për mos me shkuet ti as te mendimi, e as te epshi, e as te dëshira, as te veprimi o te shkatrimi, Allahu subhanahu wa taala ka thonë fillim, wala taqrabu zina, edhe mos ju afroni zinajës, as mos kshirni në haram. El aynan tazniyan, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se edhe 2 syt bojnë zina. Ole shikimin ki me shpëtue pe këtyre rrugëve tjera që çojnë tyje deri te shkatrimi. Tjetra është ruajtja e gjuhës. Ahfidillah yahfaz. Ruaj Allah subhanahu wa taala, që Allahu me tutën ty te kjo hen edhe ruajtja e gjuhës. Prej aspektit akademik për shembull, nëse shpjegohet kjo, është se gjuha është prej mjeteve më të rrezikshme të njerit. Gjuha është prej organeve më të rrezikshme të njerit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha në hadith: "Wa hal yakubbu an-nasu fi an-nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Ai hill njerëzit në zjarr me fytyra tjetër gjë vetëm se korrës së gjuhës së tyre.
vetëm se korrja e gjuhës së tyre. Tjetra është se gjuha është kaq e rrezikshme. Se gjuha është gjëja më e shumti që i shkatron njerëzit, sepse zemra, ajo se çka ka zemra, vazhdon me u derdhën, me u shprazën përmes gjuhës së njerit. Ato se që e ki në zemër shumica për njerëzve vazhdojnë me e shpreh me gjuhët e tyre. Nëse zemra është arrogante, nëse zemra është e prishun, nëse zemra është ziliqare, me inatit madh, nëse zemra është hipokrite apo njeri dyftyrsh, ajo ka mu shfaqën fjalët e robit. Ka mu shfaqën fjalët e robit edhe nuk ka tjetër gjë. Prandaj burim i fjalëve tua çdo herë është zemra. Edhe këto të dyja organe janë të lidhura njëra me tjetrën. Ato se çka e ki në zemër, ki me e thonën herë do kur ki me e shprehë. Prandaj thot Sheikhul Islam Ibn Taymija se askush nuk e ka përmirësuar të folën e tina veçse masi që e ka përmirësuar zemrën e vet. Nuk mund dikush me të këshilluar ty edhe me fol fjalë të bukura para teje e në anën tjetër me pas zemrën e keqe. Ai mundet një herë, dy herë, por nuk mundet ta njetën me emshefën këto. Nuk mundet ta njetën me emshefën këto. Pse se burimi i kësajna është zemra. Prandaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men yadmanu li ma baina lihiyhi wa ma baina rijlihi admanu lahu al-janna." Kush më garanton mua ato se çka e ka në mes dy nofullave, që është gjuha, edhe ato se çka e ka në mes dy këmbëve, unë ja garantoj atina xhenetin. Sa njerëz falen, agjerojnë, ama i shkatron gjuha ata. Përgojimi, përçarja të cilën e bojnë me gjuhët e tyre në mes në njerëzve, vazhdimi duke u tallën me njerëzin në çmimi, bullëzimi, gjërat të cilat kanë vazhduar me u shumu, edhe me u parave edhe më shumë edhe në mesin ton, pastaj sharjet edhe fyret e shumta të cilat i bojna me gjuhën tonë. Disa njerëz nuk e kuptojnë se një fjalë vetme mundet me u bue shkak që me na çuar neve në xhenem, Allahu na ruaj prej tina. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Wa inna ar-rajula", nuk ka dyshim se njeriu që flet e që e zemron Allah, flet një fjalë, e që ajo fjalë e zemron Allahun subhanallahu pa menduar sa e rëndë është ajo, edhe për shkak të saj mundet me ra në zjarr. Për shkak një fjalës të cilën ti e thue, edhe bëhet shkak ajo që me e zemru Allahun subhanallahu teala, mund bëhet shkak që kjo fjalë me të çuar ty në xhenem, Allahu na ruaj prej dënimit tina. Dimensioni i katërt mas kësajna është ruajtja e zemrës. Ruajtja e zemrës. Kjo është baza e hadithit. Këtë hadithi sillet rreth çësojna ruajtja. Ruajtja e zemrës, sepse Allahu subhanahu teala asnjëherë nuk i shikon trupat, se kush është më i madh, kush është më i fuqishëm, kush është më i hollë ose kush është më i trash. Nuk shikon Allahu subhanahu në trupat e tonë, as nuk shikon në pamjet e tona, as nuk shikon në pasurinë tonë. Përsa ajo që na shikon Allahu subhanahu wa taala është ajo që ne përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Allahu subhanahu wa taala nuk shikon pamjet e juve, as trupat e juve, përsa Allahu shikon në zemrat e juve. Prandaj, sëmundja e zemrës është në dy gjëra, apo në tri gjëra. E para është rria, që është syefacia, njeriu punon, bën vepra, fol, edhe për ata ka qëllimi që më ushitën para njerëzve. Tjetra është kibri, mendje madhësia të cilën ata e kanë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibri." Nuk ka me hyje në xhennet ai i cili vazhdon me pasë sa një kokër, mithqalu dharra, që na shpjeguar të hëdhja, është një grimca të vogla prej mendjemadhësisë. Këtë person e ndalon prej hyrjes në xhennet. Edhe e treta, ajo që shkatron zemrën edhe smund zemrën edhe prish ato, është hasedi apo zilia. Shumë zilia i ha veprat e robit një sikurse i han zjarri drut. Zilia të cilën ti e kije në zemër, inati të cilën ti e kije në zemër, vazhdon me i shkatru edhe me i hongër veprat e tua, një sikurse një zjarr në i cili është ndezën, edhe vazhdon me i qit drua tina edhe vazhdon të më ndjek edhe më bue hi edhe plohën. Njëjtë është zilia edhe inati, çështu i bën hi edhe plohën heba'an manthura, tha Allahu në Kur'an, i bën hi edhe plohën veprat e tona, Allahu na ruaj prej saj. Shembull madhështor kur jemi te kjo të ruajtja e zemrës, e kemi shembullin e Jusufit alayhi salam. Historia e tij përveç se është këshill, është edhe gjë e cila duhet me vazhduar dhe me praktikue edhe në sot në jetën reale.
me erujt Allahun subhanahu wa taala. Jusufi alayhis salam ishte djalë i ri. Përveç se ishte djalë i ri, ka qenë edhe beqar. Përveç se ka qenë beqar, kur ishte te mbretja atje u kon edhe pa familje. Pa familje ishte përballë një gruaje e cila kishte pushtet të madh. Gruaja e mbretit kishte pushtet të madh. Këta dy të mbyllura. Rastit e historitë të ne dini këtë ju, kur Zulejha e merr Jusufin edhe e shtin mbrana në dhomë, edhe jam shil këta dy. Këtë dy të mbyllura. Edhe po e thirr për gjuna. Djalë i ri. Përveç se djalë i ri beqar. Familje jo, se njeri kur nuk e ka familjen gat, është edhe më i dobët te çështja e zemrës. Familjen jo. Përpara një gru me pushtet të madh. Me pushtet të madh. Po jam shel këta dy, nuk peshe kërkush për njerëzve. Po e thirr gjuna. Çka po thot Jusufi alayhis salam? Ma'adallah. Ma'adallah. Kërkoj mbrojtje tek Allahu subhanahu wa taala. Kërkoj mbrojtje tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe vazhdon me u largu edhe me ikën prej aty gjinave. Që kjo është shembulli më i mirë që duhet me pasë sot në para vetës se qysh me i rujtën kufit Allahu subhanahu wa taala. Imam Kurtubiu, Allahu më shumë thotë se ai e përmendi Allahun në momentin e epshit edhe Allahu e ruajti atë. Jusufi alayhis salam, momentin kur e pat epshin përpara, e përmendi Allahun subhanahu wa taala, kërkoi mbrojtje prej Allahut subhanahu wa taala, edhe Allahu e ruajti atë. Disa njerëz para njerëzve mund duken të mirë. Kur i kanë dyert mbyll, fillon një jetë tjetër. Kur jena haptazi para tjerëve, ti mund dukesh modest, mund dukesh i devotshëm, mund dukesh i lexueshëm, edhe këto gjëra. Por se kur të mbyllën dyert, kur të vetmohesh vetëm me Allahun subhanahu wa taala, që tash është momenti që ti më treguar devotshmërinë tënde. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të ketë njerëz prej umetit tëm që kur mbesin vetëm i shkelin urnat e Allahut subhanahu wa taala. Mëkati i fsheft është shenjë se njeriu frigohet prej krijesës edhe nuk frigohet prej Allahut subhanahu wa taala. Kush e ruan Allahun në vetmi, Allahu e ruan ato edhe në publik edhe para tjerëve. Kush e ruan Allahun subhanahu wa taala në rini, Allahu e ruan ato edhe kur t'i vjen pleshnia. Kush e ruan Allahun subhanahu wa taala në tokë, Allahu e ruan nën tokë. Ruan ty Allahun në varr. Historive kryesore është historia e Imam Ahmed, Allahu më shoh, thotë kur u plak njerëz habiteshin me kujtesën edhe fuqinë e tina. Imam Ahmed i plak në pleshninë e tina, edhe njerëzit po habitën se qysh ky hala po vazhdon me i majtën men hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I tha, na ishim për atyre që e rritëm Allahun subhanahu wa taala në rinin ton, e shkak i saj na prandaj Allahu po na ruan neve në këtë çështni. Kjo është dimensioni i ihsanit apo i përkryeshmërisë gradës më të lartë të imanit, ku tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ihsani është an ta'budallaha ka'annaka tarah, që ti me adhuru Allahun sikur se ti po e sheh atë, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, edhe nëse ti nuk e sheh Allahun, Allahu të sheh ty. Kjo është me adhuru Allahun. Kjo është kulmi që i ruajtjes Allahu subhanahu wa taala. Andaj vllai dashur, duhet me ditë se ndoshta njerëzit nuk i kish çdo herë me veti. Sytë e njerëzve nganjëherë edhe nuk shohin, por se Allahu subhanahu wa taala çdo herë çeh tyje. Ndoshta njerëzit të lavdërojnë, mund me të rritën tyje me fjalë, me të lëvduar shumë, por se Allahu subhanahu wa taala e din ato se çfarë kieti në zemrën tënde. E ndoshta ka mëkate, ka gjunahe që kërkush për njerëzve nuk i din për ty, edhe nuk i din për neve që na i bojnë anfshësi, por se Allahu subhanahu wa taala i din ato. Andaj dera e pendimit, dera e kthimit te Allahu subhanahu wa taala është çdo herë e hapur. Mos e shtyj asnjëherë tauben, mos e shtyj asnjëherë pendimin, sepse vdekja është ajo e cila i mbyll këtë dyrë. Vdekja është ajo e cila i mbyll këtë dyrë, dhe vdekja çdo njeri prej neve e pret një ditë prej ditëve. Çdo njeri prej neve duhet me shpejtu veten ka bërja e veprave të mira për Allahun subhanahu wa taala. Çdo njeri prej neve duhet me pasur para tina hadithin Ahfidillah yahfazuk, ruaj Allahun subhanahu wa taala, që Allahu me truajt ty, ne lutim Allahun që më na bëj për atyre që janë të kujdesshëm ndaj urdhrave tina, edhe largohen edhe ruhen ndaj asaj që Allahu na ka ndaluar. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që më izbut zemrat tona,
edhe kështu siç na ka mbledh këtë vend na mbledh edhe me mezhlisit e tina në xhenetin e tina me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me njerëzit e mirë, me njerëzit e sinqertë, e ku ka shoqëri më të mirë se këta. Aqulu ma tasma'una wa la khalfa wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.